A është e mundur jeta e re në Krishtin? Sigurisht po. Jezusi erdhi pikërisht për këtë, për të të dhënë jetë ty. Jeta e vjetër është një jetë në marrëdhënie me botën. Jeta e vjetër është një marrëdhënie me mishin, me natyrën njerëzore, me mëkatin. Kur ti vendos besimin tek Jezu Krishti, ti merr jetë, kalon nga vdekja shpirtërore në jetë, thot fjala e Perëndis. Dhe kjo është shumë e mundur. Nëpërmjet besimit tek Jezu Krishti, ti do të marrësh këtë jetë e re. Dhe jeta e re është shumë e ndryshme nga jeta e parë. Jeta e re ka në qendër Perëndin, krijuesin. Jeta e re drejtohet prej Perëndis, prej atij të cilit ti ja jep jetën, ja dorëzon jetën. Ti largohesh nga jeta e vjetër. Ti largohesh nga mënyrat e të konceptuarit, të menduarit sipas botës, sipas natyrës njerëzore. Ti largohesh nga mëkati, duke u penduar për mëkatin dhe duke besuar tek Jezusi. Jezusi është jeta, dhe ai erdhi për të dhënë ty jetë me bollëk. Jeta e re është shumë pranë teje. Ke vetëm një hap për të arritur në jetën e re. Pendohu për mëkatet e tua dhe beso tek Jezu Krishti. Dorëzoja jetën atij dhe ai do t'jap këtë jetë të mrekullueshme, jetë me bollëk, që shkon deri në jetë të përjetshme. Pasi ti jeton qysh sot nëse beson tek ai në jetë të përjetshme. Je gati? Bëj qysh sot.